që me deklaratat, si thua, të rreme për shkaqet e vrasjes së 4 qytetarëve, që me fshehjen e provave, zhdukjen e provave, si thua, me vendimin për të shtënë mbi Pra ti prezumon që ata mund ta kenë bërë në bashkëfaqësi? Unë jam i bindur, aq sa më takon mua, unë kam mendimin që ata sigurisht janë fajtori kryesor Sali Berisha, sa më takon mua, domethënë. Luzim Basha thjesht ka marrë urdhrat e Sali Berishës dhe është në një pozitë që ta dëshmojnë këtë gjë. Pastaj, se sa këto dëshmi do shërbejnë për ta çuar në të pandehur të paktën Sali Berishën, nuk s'di ta them, po edhe sikur të mos dalë si i pandehur, nëse hetimi të shkohet deri në fund. Dhe këto gjëra me ato prova që kanë ngelur tashmë dalin në publik, pavarësisht se Berisha mund të mos dënohet, janë shumë të rëndësishme për gjithë ne si shoqëri, për të situar, për të dalë në një konkluzion, për të mos ngelur thjesht tek spekulimi ose tek hamendësimi i asaj që ka ndodhur dhe i fajtorëve të vërtet situar. Pavarësisht se në fund ditës, për shkak se është e parashkruar, mund mos dënohet, le të themi, Sali Berisha. Është një proces shumë i rëndësishëm, se sa pastaj SPAK-u do të xhojë deri në fund hetimin me ato prova që ka ngelet për tu parë. Po fakti që është thirrur si person ndjeni është për të mirëpritur nga të gjithë. Zyrtar, si e shpjegon që as Rama e shkarkon, as nuk po jep dorëheqjen Balluku, ndërkohë që çështja po hetohet aty, dhe kjo është numri 2 i qeverisë, është në zyrë. Apo jeta vazhdon dhe prezumohet e pafajshme dhe derisa të ketë një vendim të formës prerë. Dakord, ajo mund të dhe duhet të prezumohet e pafajshme. Problemi është cili është qëndrimi moral, politik, qëndrimi moral i saj dhe qëndrimi politik i partisë që ajo përfaqëson, siç është Partia Socialiste, e cila her pas here, kryetari i Partisë Socialiste thotë se Partia Socialiste nuk është avokat i çështjeve personale të pandehurit, duhet marrin avokat tjetër, jo Partinë Socialiste. Partia Socialiste mban qëndrimin e saj ndaj luftës ndaj korrupsionit menjëherë sapo SPAK-u ngre një akuzë dhe nuk funksionon me një standard të dyfisht. Është pak situatë absurde, edhe për faktin se nga përgjimet që kanë dalë, duket se zonja Balluku ka shkelur edhe etikën e komunikimit me shefin e saj, me bashkëpunëtorin e saj, duke përdorur fjalë që nuk janë të denja as për një komunikim normal midis kolegësh, edhe jo me midis... Ti mendon që këtu është një çështje etike, nuk është një çështje penale? Jo, është çështje penale, po them që është situata absurde, duke ditur se si do bashkëpunojnë ata të dy, duke marrë në konsiderat etiketimet që ajo i ka bërë, që unë për vete e kam të vështirë t'i përmend këtu, në mënyrën se si ajo i ka përmendur. Pra, jo vetëm penale, por edhe etike e shoh gati të pamundur mënyrën e bashkëpunimit të saj me zotin Rama. Mendoj që është çështje orësh ose ditësh që zoti Rama do ta shkarkojë. Pse je kaq i bindur kur sot don 10 ditë, fiks 10 ditë nga momenti që ajo është marrë e pandehur, ata sot ishin bashkë në një aktivitet të OSHS, krah për krah para gjithë kamerave të shqiptarëve. Bashkë ishte me Ramën, ishte në qytet studenti para arrestimit. Po. Dhe Lali kështu ishte. Po ta kujtosh? Unë mendoj që kam përshtypjen se ishte vetëm para. Jo, ishte me Ramën. Me Ramën ishte. Proceduralisht, SPAK-u është i detyruar të shkojë në GKKO për një masë sigurie. Dhe ne do të shohim se çfarë masë sigurie do kërkoj prokuria e posaçme në gjykatën e posaçme për zonjën Balluku, sepse nuk mund ta mbajë të pandehur pa një masë sigurie në pafundësi. Do të jetë në parlament pas e mbrapa. Po jo, mund të jetohet në gjendje të lirë, mund të jetohet në pa dhënë dorëheqjen, të vazhdoj duke qenë në detyrë. Unë kam qenë dhe jam gjithmonë kundër masave represive. Këtë e kam në mënyrë. Tash për masë represive. Jo. E kam masat e sigurimit personal që ekzekutohen nga gjykatat shqiptare në shkelje flagrante të drejtave të njerëzit. E kam thënë për të gjithë, e them për zotin Meta, e them për Erion Velien, do ta them edhe për zonjën Balluku, për analogjisë. Edhe kur prishin provat? Prit të dalë aty. Tani ka një problem shumë të madh kjo histori. Nëse SPAK-u ka shkuar në gjykatën e apelit në momentin e masës së sigurimit personal për zotin Erion Velien dhe ka thënë, neve kërkojmë që ky njeri të rrijë në burg, sepse ky ka pushtet, duke qenë kryetar bashkie dhe mund të ka pushtetin që ai ka, i prish provat, intimidon gjithëkënd aty. Tani unë po bëj të kundërtën.
Në qoftë se pas kështë pasur pushtet Erion Velia si kryetar bashkie, e imagjinoni do se çfarë pushteti ka Belinda Balluku, numri 2 i shtetit shqiptar?